Inspektorati ndërtimor urbanistik ka vijuar shëmbjen e ndërtimeve pa leje përgjatë rrugës së Elbasanit. Kreu i Nuk Zydi Dajti shprehet se janë rreth 20 ndërtesa që do të shemben në këtë zonë, ndërkohë që fadromat kanë rrafshuar katin e parë të një pallati në ndërtime sipër. Neve jemi në prishet një objekti që është pa leje. Ky objekt ndodhet tu ku jemi, është me sipërfaqe gati 300 metra katror me beton arme për të ndërtuar objekt më i lartë. Është pa leje dhe do të ekzekutohet. Po unë ripetire të gjithë banorëve të kësaj zone, të gjitha objektet që janë pa leje do të prishen. Tash neve kundërshtime edhe mund të ketë, po më tepër kemi pasur mirëkuptim me të gjithë banorët, të cilët po të shikoni edhe vetë, poshtë kanë filluar të i prishin dhe vetë. Janë afërsisht 20 objekte, të cilat prekin rrugën, janë pa leje siç e thash edhe pak më parë, dhe do vazhdojmë aksionin. Kreu i Nuk ka deklaruar se nuk është hasur në kundërshtimin e banorëve për këto aksione. Shëmbja e ndërtimeve pa leje në këtë zonë ka si synim ndërtimin e një rruge dytësore.